Ky nuk është një transakcion i thjesht. Bëhet fjalë për shitjen e thëngjillit, pasurie natyrore me cilën krenohet Kosova. Por në vend se ne të ishim duke përdorur thëngjillin për të prodhuar energji në Kosovë, ne po i shesim burimet tona natyrore të tjerëve, që t'i sigurojmë të tjerëve stabilitet të furnizimit me energji, t'i shëndrojmë vendet tjera në eksportues të energjisë elektrike dhe ne pastaj të blejmë atë energji me çmime shumë më të larta nga të tjerët. Pra, energjinë e cila do të prodhohet me thëngjillin ton, ne do ta blejmë në treg me çmime të papërballueshme për qytetarët tonë. Dhe kjo tregon mjerimin e sektorit energjetik të cilin e ka sjell kjo qeveri. Në vend se ne tani të kishim kapacitetet e reja, moderne, të prodhimit të energjisë, kjo qeveri hoqi dorë nga çdo projekt për të shtuar kapacitetet e prodhimit të energjisë, hoqi dorë nga ndërtimi i termocentralit dhe tani më thëngjilli jon fatkeqësisht po përdoret për t'i siguruar të tjerëve mundësi të zhvillimit dhe jo për ta zhvilluar ekonominë tonë. Një çështje tjetër lidhet me transparencën e këtij procesi. Kemi të bëjmë me një proces jo transparent. Publiku e as ne nuk dim asgjë për këtë kontratë. Duhet ta dim se kush ka negociuar dhe si ka negociuar. A ka pas hapësirë të ketë një ofertë të hapur, një proces të hapur, apo ashtu siç e kanë shndruar tani më në një praktikë të tyre që kontratat t'i lidhin në tavolinë me kontrata të negociuara dhe kjo paraqet një rrezik për interesat edhe ekonomike e financiare të Kosovës. Po ashtu nuk kemi informata. Vetmet informata janë ato që i ka publikuar ministri Rizvanolli, mirë po tani më është e qartë se fjala e ministrave të kësaj qeverie për ne nuk është për të besuar dhe ne kërkojmë shpalosjen e kontratës së plot në mënyrë që të jemi të informuar për detajet me të cilat është dhënë pasuria natyrore e Kosovës, thëngjilli për një shtet tjetër. Dhe po ashtu ka lajthitje dhe rreth asaj sa kemi bëjmë me shitje apo dhënie me koncesion. Është e paqartë pse kjo lajthitje dhe duhet të kemi sqarime përmes publikimit të kontratës së plot për publik. Mungesa e energjisë elektrike tregon për ambientin e të bërit biznes Kosovë. Mungon një pjesë kyçe e infrastrukturës. Si mund zhvillohet ky vend pa energji? Dhe ne tani më jemi mësuar me kthimin e reduktimeve gjatë dimrit, por është plotësisht e pakuptueshme të kemi reduktime edhe gjatë verës. Në kohën kur Kosova do duhej të prodhonte energji dhe të shfrytëzonte këtë energji shtesë të prodhuar për shkëmbimeve në tjera dhe pastaj të përfitonte gjatë muajve të dimrit, ne nuk kemi mjaftueshëm energji as gjatë muajve të verës. Dhe kjo tregon për mjerimin e sektorit të energjisë. Pra ne nuk kemi energji të mjaftueshme as gjatë verës kur do duhej të jepnim të tjerëve dhe pastaj të blenim gjatë dimrit kur po shihet që mungojnë kapacitetet për prodhim të mjaftueshëm. Mirë po tani më, siç duket me këtë qeveri, duhet mësomi se reduktime s'do të kemi vetëm dimrit, por do të kemi edhe verës dhe kjo tregon dështimin e plot në sektorin e energjisë, ngjajshëm me sektor tjerë ku nuk ka asnjë progres. Kontrata e qeverisë të Kosovës me Republikën e Maqedonisë së Veriut rreth shitjes së thëngjillit të Kosovës, jo vetëm që është e dëmshme në aspektin financiar, mirë po edhe tregon në esencë mungesën e vizionit për qëndrueshmëri energjetike në Kosovë. Kosova, kjo qeveri, do të shet rreth 73 milion euro qymyr tek Maqedonia. Ajo sasi do të prodhonte 800.000 megawatt orë rrymë për Kosovën. A pesheni ku kem hub. Këta po flasin për ndotje, që ku është kupi për ndotje. I gjithë me veprimi, mirë po dhe strategjia për energji ka qenë dëm Kosovës dhe ky dëm nuk është veç afat shkurt, është afat gjatë
për qëndrueshmërinë energjetike dhe ekonomike të Kosovës. Kosovën në terr dhe pa rrym e kalon qeveria që është që 6 vjeçë në këtë ndërtesë këtu. As nuk ka investime në Kosovën A dhe Kosovën B, as nuk ka investime në ndërtimin e termoelektranës së re, as nuk ka investime në gazin amerikan, pra na jemi në dorë të tregtarëve, të cilët janë duke fitu qindra miliona euro në shpinë të Kosovës e mbi gjitha në terrin që po jep kjo qeveri Kosovës.